Të them të drejtën, normalisht që jemi ndjerë jashtëzakonisht keq, sepse kanë qenë 2 ditë të kopshme për Universitetin e Prishtinës, për faktin që kemi humbur një student të shkëlqyer, një student shumë të zellshëm, një djalosh të jashtëzakonshëm. Prandaj i gjithë stafi i Universitetit të Prishtinës, profesorë dhe student, ndihen skajshmërisht keq. Dhe mbi këtë bazë, bashkë me Parlamentin e Studentëve, sot jemi organizuar që bashkë me familjen e tyre dhe me gjithë qytetarët e Kosovës të ndajmë dhembjen bashkërisht. Ne studentët e Universitetit të Prishtinës jemi të shqetësuar për vdekjen e studentit, kolegut dhe shokut të Astritit. Gjithashtu ne studentët e Universitetit të Prishtinës ju bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të bëjnë të gjitha hetimet në mënyrë që të zbardhet detajet të cilat dërguan deri në vdekjen e Astritit. Edhe njerë ngushëllime e familjes, shokëve, studentëve dhe të gjithë atyre që njohin Astritin.